Ish trajneri kombëtares Gianni De Biasi komenton ndeshjen Shqipëri-Serbi. Çfarë mbani mend nga ndeshja kundër Serbisë, një nga ngjarjet e rëndësishme sportive që do të mbetet gjatë në kujtesën e shqiptarëve si ndeshja kundër Serbisë? Çfarë kujtoni nga ajo ndeshje? De Biasi: ndeshje delikate kundër Serbisë, e kuptuam sapo arritëm në aeroportin e Beogradit me një numër të madh policësh dhe masash që ishin për të shmangur incidentet, dhe kur arritëm në hotel, para hotelit ishte një autoblind i ushtrisë për të mbrojtur vendodhjen tonë. Kur ikëm në stadium, tërhoqën të gjithë tifozët serb dhe praktikisht gjatë ndeshjes ishim 0-0 kur pushtuan fushën dhe ishte kulmi i gjithë situatës që ishte shumë nervoze e shqetësuese. Mendoj se me 0-0 po e menaxhoni mirë situatën, pastaj pushtuan ata fushën, disa lojtarë u goditën dhe kjo është sinteza e ngjarjes. Kanë kaluar 11 vjet dhe unë e kisha lënë më njan këtë ngjarje sepse nuk ka më kuptim. Sipas jush, si është sot situata e Shqipërisë? Sa mundësi ka për të mundur Serbin? De Biasi: mendoj se kjo Shqipëri ka më shumë cilësi nga këndvështrimi teknik në krahasim me skuadrën që kam stërvitur unë. Ka shumë lojtarë që luajnë në Serie A, në skuadra jashtë kampionatit shqiptar dhe sigurisht shtete që kanë traditë të madhe të futbollit si Anglia, Gjermania e të tjerë. Besoj se e përmbledhur kjo skuadër ka mundësi të mira të luajë në këtë kualifikim, sepse mendoj se i vetmi konkurrent përtej Anglisë, që është lehtësisht më lartë se të tjerët, mendoj se ndeshja kryesore është ndaj Serbisë, që bashkë me Shqipërinë luajnë për vendin e dytë në klasifikim. Do të jeni në stadium ku do e shihni ndeshjen Shqipëri-Serbi? De Biasi: po, do kem kënaqësinë të jem pjesë e kësaj ndeshjeje të bukur. Uroj të jetë e bukur që të çojmë në shtëpi një rezultat të rëndësishëm. Presidenti Duka më ftoi dhe unë do të vij me dëshirë të bëj tifozlik për skuadrën tonë. E shihni një ndeshje përtej futbollit në një kohë kur kemi një histori me sfida dhe lidhjet politike? A është një ndeshje përtej futbollit? Si e mendoni ju? De Biasi: duhet të mendojmë vetëm për futbollin, duhet të mendojmë vetëm për këtë ndeshje që është një etapë e rëndësishme për objektivin shumë të rëndësishëm. Nuk duhet të ketë asnjë jashtë rezultatit në fushë. Besoj se është një mundësi të tregojmë se jemi rritur dhe që arrim të kalojmë atë që disa vite më parë na krijoi vështirësi shumë të mëdha. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.